Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vizitoi bazën e mbështetjes për emergjenca civile ku u takua me efektivët e forcave të armatosura që angazhohen çdo ditë në ndihmë të komunitetit për përballimin e situatave të vështira emergjente, me theks të veçantë të reagimit ndaj zjarreve. Në fjalën e tij, ministri theksoi se qeveria mbetet e angazhuar në forcimin e kapaciteteve për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë, rritjen e gatishmërisë operacionale dhe garantimin e një reagimi të shpejtë dhe efektiv për të qenë pranë qytetarëve në çdo situatë. Republika e Shqipërisë është e përgatitur, më e koordinuar, më e aftë për të përballuar emergjencat civile dhe veçanërisht sezonin e zjarreve që kemi përpara. Sezoni i zjarreve të vitit 2025 ishte një nga periudhat më intensive dhe më të zgjatura të viteve të fundit. Ai u karakterizua nga intensitet i lartë, shtirje e gjerë territoriale dhe angazhim i njëkohshëm i shumë strukturave operacionale në të gjithë vendin. Përvoja e vjetshme tregoi qartë se emergjencat civile kërkojnë jo vetëm reagim të shpejtë, por mbi gjitha koordinim të fortë institucional, kapacitete moderne, investim të vazhdueshëm nga gatishmëri. Pikërisht për këtë arsye, Ministria e Mbrojtjes ka vijuar me prioritet forcimin dhe modernizimin e sistemeve të mbrojtjes civile, duke konsoliduar rolin koordinues të AKMC-s, rritjen e efikasitetit të njësive të forcave të armatosura të Republikës të angazhuara në menaxhimin e emergjencave. Njëkohësisht është rritur ndjeshëm mbështetja për njësitë e qeverisë vendore, me një financim për 800 milion lekësh për vitin 2025 dhe mbi 1 miliard për vitin 2026. Paralelisht me investimin në nivel qendror, ka vijuar modernizimi i kapaciteteve të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë të bazës së mbështetjes së emergjencave civile ku ndodhemi sot. Sot jeni të kompletuar me pajisjet më moderne për përballimin e të gjitha llojeve të operacioneve emergjente, e në veçantë të zjarreve. Po ashtu po ndërtojnë kapacitete të reja specializuara, përfshirë ekipe të kënaqë për kërkim shpëtim, si dhe kapacitetet për riabilitimin e infrastrukturës së situatave emergjente, së bashku me modernizimin e bazës të mbështetjes së emergjencave civile dhe projekti strategjik të detashmentit të mbështetjes rajonale, i cili mbështetet në konceptin Host Nation Support. Një bashkëpunim i ngushtë kryhet me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile si institucioni përgjegjës për koordinimin e sistemit të mbrojtjes dhe paralelisht bashkëpunimi që ka me partneritetet ndërkombëtare dhe mekanizmin evropian të mbrojtjes. Në prag të sezonit të verës, ministri bëri apel për më shumë kujdes nga qytetarët, duke theksuar rëndësinë e parandalimit dhe reagimit të shpejtë ndaj çdo rreziku. Për gjithë qytetarët e Republikës që të tregojmë përgjegjësi, kujdes dhe ndërgjegjësim në çdo veprim të përditshëm, të bashkëpunojmë ngushtë me institucione që raportojnë çdo rrezik në kohë reale. Mbrojtja civile nuk është detyrë vetëm e forcave të rreshtuara sot, por është detyrë kolektive e gjithë qytetarëve. Në bazën e mbështetjes së emergjencave civile u prezantuan dhe kapacitetet operacionale dhe logjistike që disponohen, mjetet zjarr fikse, ato operacionale, pajisjet personale të mbrojtjes për efektivët, qendra lëvizshme operacionale mbrojtjes civile, dronët me kamera termike për monitorim dhe identifikim të vatrave të zjarrit, helikopterët e pajisur me sistemin Bambi Bucket për ndërhyrje ajrore në raste të zjarreve masive e të tjerë.